ishte një mot që preferon njeriu vetëm shtratin, në shumë gjasë. Po, më stavojmë shumë të madhe se që kam ju vatu në shikuzve që po provojnë me uzgju për i gjumit në këto momente, ose me pi kafe dhe me dajt për i shtëpis, është pak ma ftohtë se zakonisht. Aktualisht... Edhe errët. Edhe ma errët, po, dhe kjo pak të frigon. Po, momentalisht, nuk është shumë, 13 gradë. Temperatura, jo, po, qaj errësira pak... Se di shë ashtë ora 4, ashtë 6 apo bot, 7. Apo 7 pas dite, apo 5 mëngjes. E të je. A i halakate gjitha portalet? Halakata edhe pom që kemi probleme me policinë e Kosovës, kemi probleme të brendshme të Kosovës, po besoj që do të flasin më shumë edhe korespondentet lidhur me atë se çfarë ka ndodhur dje, sidomos në disa raste në Ferizaj dhe jo vetëm, por mora dhe disa lajme tjera cilat vinë, le të themi kështu pak a shumë edhe një elaborim që nuk është shumë shpesh që mund ta shohim ose ta lexojmë nga Shqipëria. Është aty një politolog i quajtur Endri Tafani, i cili është shprehur se dhomat e specializuara të Kosovës në Hag po synojnë një llosjen edhe të Shqipërisë krahas asaj të UÇK-s dhe luftës së Kosovës. Këto komente Tafani i bëri në A2 CNN, ku diskutuar rreth seancave të fundit gjyqësore ndaj Hashim Thaqit, ku dëshmoi edhe zyrtari i lartë amerikan James Rubin. Në Hag synojnë ta njollosin UÇK-n. Sot në Kosovë nuk është e huaj edhe fakti që shahet UÇK. Po të shohësh, sot në Kosovë ka filluar një hedhje balte dhe sidomos nga ata që janë në vetëvendosje. Kjo ka ndodhur për shkak të luftës që ka ndodhur për të marrë më shumë vota apo pjesë të elektoratit. Dhe kjo luftë duket edhe sot edhe asaj dite. Pastaj në akuza përfshihet edhe Shqipëria, pasi bëhet fjalë për shtëpinë e verdhë aty që është një sajem absolut. Zvicra që është një vend neutral, Dick Martin, senator zvicran, sa jo një raport. Kjo tregon një inskenim kastik për të njollosur UÇK-n, luftën e Kosovës dhe jo vetëm. Në 98-ën Shqipëria sapo kishte kaluar 97-ën luftën civile, ku pati rrëmuj sepse u vra Azem Hajdari e tjerë. Shqipëria nuk e dinte ku ishte në vitin 1998 e jo më të kishte klinika të specializuara për trafikim organesh. Është absolutisht mashtrim dhe jam i bindur se pjesa dërmueset që dalin aty janë të përpunuara nga shërbimi Jugoslavi i dikurshëm për të njollosur luftën e UÇK-s, u tha mes tjerash nga ky politolog dje ose mbrëm në Shqipëri. Një temë tashmë tjetër ekstra, po riaktualizohet, shtëpia e verdhë, një ku ta di mund. E cila s'ka ekzistuar asnjëherë dhe nuk po jo, për gjithë unë që pretendoj që bëheshin në atë kohë nuk munden më realizu as në këtë kohë, pra sa vite mbrapa.